Niveli maj ullë gjatë fushatës që jam etiketu, sepse e kanë ditë edhe ata që nuk kanë ndodhë kjo gjë, nuk blehet vota mosët. Unë gjatë punës ime në ministri, kam tentuar që të bëj politika zhvillimore të ndërmore publike në fokus të veçantë tek rrethina ku atakuan më shumti. E që kjo ka pengu sepse kemi pas një pushtet mbi 20 vjet që kur nuk është për kujdes për qytetarët e vet, sepse kjo gjë është dashur të rregullohet më herët, duke u fokusuar kryesisht në hartimin e ligjit të veçantë për Fushë Kosovën, po flas për komunën tem, e cilën qytetarët e Fushë Kosovës do të kishin mundësi më të lehta që të jenë të qasshëm në ndërmarrje publike. Këtë e kemi bërë mandej me rregullore të mbrëmshme në kodrat të ndërmarrjeve publike, ku kriter kryesor kemi vendosur kriterin profesional. Dhe ky kriter profesional i ka prek banorët e fshat e komunave të Fushë Kosovës, Obiliqit, Voshtrës, Drenasit dhe Prishtinës. Nuk kemi të bëjmë këtu vetëm me një komunë, këtu kemi bëjmë me një regjion. Këtu pas parasysh që shkollat profesionale që lidhen direkt me ndërmarrje publike kanë qenë në këto. Pra ju s'keni pas dorë në asnjë lloj. Jo, e kam sqaruar edhe më herët, janë komisionet e veçanta, unë nuk jam marrë me mikromenaxhim. Jam marrë me çështje makro të ndërmarrjeve publike. Po kjo është shfrytzuar për të më sulmuar. Domethënë ka qenë nivel i ulët. Unë e kam sqaruar para se të hyj në fushat, e kam bërë një premje të asajna që mënyrë që të jem i qartë edhe gjatë fushatës që mos të merrem me këtë temë, të pas parasysh që banorët, qytetarët e dinë, edhe një drejtë e mohuar mbi 20 vite për banorët e Fushë Kosovës dhe rrethinës, tani është kthy edhe e vazhdon të jetë ashtu, pavarësisht se kush është në pozicionin e caktuar, ajo nuk lëviz. Është një drejtë e mohuar. Okej. Tani kur flasim për Fushë Kosovën, e dim që është një ndër komunat, nëse jo që ka pas rritjen më të lartë të popullsisë viteve të fundit. Tani ka 63.949 banorë në bazë të dhënave të ASK-s të fundit 2024-s. Praktikisht Mitrovica kishte 64.000 diçka. Pra jeni me Mitrovicën me banorë realisht baraz aty. Edhe struktura e njerëzve qoftë nga Lugina, që është një fakt i njohur që qëndrojnë qoftë nga ana e Drenasit, Skenderajit, zonave të ndryshme të Kosovës. Është pak interesante edhe struktura e njerëzve që kanë votuar. Pra, si keni arritur t'i bindni strukturat ndryshme njerëzve që të arrini, pra ta merrni pushtetin? Me sinqeritet. Që banorët e Fushë Kosovës, me këtë që jemi taku, kemi folë me sinqeritetit më të madh, me besueshmëri. Kjo është fakt që Fushë Kosova ka një rritje, sipas dhënave. Sipas dhënave janë afër 64.000 banorë që jetojnë aty, po në realitet ka më shumë. Dhe në 5 ose 10 vitet e ardhshme, po besojmë që ky numër nëse vazhdohet ky trend, do të shkojë deri në 100.000 banorë. Si të që tjetë, Fushë Kosova për te kësaj rritje, pushteti aktual nuk është kujdes që të rregullohet infrastruktura e nevojshme për të jetuar në Fushë Kosovë. Kemi një bum të sektorit privat në ndërtim, edhe një mos mbikëqyrje e këtij ndërtimi. Mirë, ju tha që mund të rritet deri në 100.000. Sipas këtij trendi. Sipas këtij trendi, a do e ndalni ju këtë trend, a do ndalni sektorin e ndërtimit? Sepse nëse shohim, derisa ju keni afërsisht banorë sa Mitrovica, ju keni vetëm 83 km2 si komunë. Domethënë është një nga komunat më të dendura në Kosovë. Cila është çështja juaj në këtë aspekt? Pra cili është synimi juaj? A do e ndalni zhvillimin në kuptimin e ndërtimit, apo si ja bëni? Ju e kemi bërë qartë edhe gjatë fushatës që na nuk jemi kundër ndërtimit, po jemi për vendosjen e kriterëve. Të respektohet komplet rregulla harta zonale, plani zhvillimor komunal, e po ashtu të avancojmë me plan të hollësishëm lagje për lagje. Në mënyrë që ajo që ndërtohet në Fushë Kosovë të jetë e rregulluar dhe urbanizuar siç duhet, në mënyrë që të jetohet aty. Mos shfrytëzohet Fushë Kosova si një fjetore apo si tranzit, po të shihet Fushë Kosova si vend për të jetuar, për të zhvilluar jetë. A mund të bëhet realisht zoti Preveza? Më falni nëse jam shumë skeptik ose se ne kalojmë vim në Fushë Kosovë, po vërtet është një nga qytetet kaotike, të paktën në sy të një kalimtari, le të themi. Unë nuk jam as ekspert i arkitekturës, as i planit urban, por është diçka që shihet, është tejet e ngarkuar me lagje që duken kur futesh brenda lagjeve të Fushë Kosovës, sidomos këtu në qendër, është vështirë të shohësh dritë.
mos flasim për infrastrukturën për cilëse. A ju sfidon kjo? Ju jeni vetëm kryetari i tretë, keni një trashëgimi e cila shihet pra politike dhe arkitektonike, le të themi. Çfarë mund të bëni ju? A ju frikson ky realitet? Kemi një trashëgimi të keq, i bie. Po, është një qytet kaotik. Në raste të caktuara ndoshta edhe depresiv. Sidoqë po, unë besoj që mund ta bëjmë, do të bëjmë një premje, ajo që ka ndodhur deri sot ka ndodhur. Ne nuk jemi për të prish atë, nuk jemi për të shkatërru, sepse janë parët e qytetarëve të Fushë Kosovës, ata të cilët kanë investuar dhe kanë bler pronë atë. Falenderojmë gjithë secilin që kanë zgjedhur Fushë Kosovën për të jetuar. Mirë po, tash e mas. Në secilin ndërtim që bëhet në Fushë Kosovë, përgjegjësia na takon neve që ta mbikëqyrim edhe të jemi se të them që secili sektor, secili nivel i mbikëqyrjes ta bëjë rolin e vet në mënyrë që mos ndodh ajo që ka ndodhur deri sot. Që të shihet edhe para qytetarëve të Fushë Kosovës modeli i qeverisjes. Këtë e garantojmë. Sa i përket kësaj pjesës që e cek edhe vet të këtij kaosi urbanistik, e jona në mbetet që të bëjmë rregullim për të jetuar. A keni mundësi? Nëse më lejoni vetëm kjo një plan të mobilitetit, i cili e bën të rregulluar edhe na tregon se si do të bëhet edhe qarkullimi i trafikut në Fushë Kosovë, ku do të vendosen parkingjet në Fushë Kosovë, sepse ne veç që kemi vendosur gjatë fushatës se ku do të bëhet vendosja e 2 nën parkingjeve. Mirë po, janë ekspertë ata që na tregojnë. E jona na mbetet. Sa do ju merr kokja, se çështja e mobilitetit e dim edhe me Prishtinën, merrte vite tëra. Ju e di që sot është dita e parë prej fitores, as nuk e keni filluar pra dita e parë, por ju e dini po ashtu që niveli lokal nganjëherë merr shumë kohë për të arritur reformat. Sa kohë ju duhet ju për ta kuptuar pak a shumë për të bërë një skenim të gjendjes që keni? Neve që kemi bërë skenimin, ekzaminimin e gjendjes aktuale në Fushë Kosovë gjatë muajve të fundit dhe e dim se ku duhet prek dhe ku duhet intervenu sa më shpejt. Ekziston një plan i mobilitetit që nuk është zbatuar asnjëherë në Fushë Kosovë. Do ta marrim ta shqyrtojmë atë plan të mobilitetit dhe do të bëjmë intervenimet e para atë. Njëkohësisht e kemi programin ton që jemi përcaktuar lagje për lagje, rrugë për rrugë, në mënyrën se si do ta rregullojmë. Do të inkorporojmë këto të programit ton në harmoni me planin e mobilitetit dhe do ta bëjmë të jetueshme pjesë e ndërtuara tani në Fushë Kosovë. Njëkohësisht kemi projekte investime kapitale që duhet të bëhen në Fushë Kosovë, e aty kemi problemin kryesor të pronat publike, të pronat komunale, sepse nuk e dim deri sot ku i kemi. Kjo na mbetet neve që të shohim ku i kemi pronat komunale në mënyrë që të fillojmë me investime kapitale për të bërë objekte dhe... A ju frikson fakti që gjitha këto që po i thoni mund të jenë punë shumë të mëdha, por që nuk do të shihen, dhe mandati i parë mund të shkojë të merren me çështje që nuk shihen nuk preken nga qytetarët. Pra, çështja e mobilitetit nuk është vetëm... Është i përfunduar, më thash më herët, është që i përfunduar plani i mobilitetit, por nuk është zbatuar asnjëherë.